Adriatek Berishën. Tiki, mirë se erdhe në studion e Pozitive Sportive. Mirë se u gjeta, është kënaqësi që të jam sërish në emisionin tuaj dhe faleminderit për ftesën. Po shkojmë nga viti para po kalim pak tek aventurat e tua gjatë këtij viti, me pas deri tek rikthimi në Kosovë. Viti 2025 ka qenë shumë i mirë për ty. U shpallë më i miri, fitove gjitha trofejet thuajse. Na trego pak a shumë për ty si e ke ndjekë këtë vit. Viti i kalum, domethënë sezona sportive 2024-2025, për mu për gjitha sezonat mia ka qenë më i miri në aspektin që kam fitu mas shumë të trofej, bashkë me klubin edhe trofej individual. Kemi fitu kupën e federatës, kupën e Kosovës edhe play-offin, domethënë kemi qenë kampion me ekipin e Ferizajit. Dhe po ashtu kam qenë MVP i finaleve të dy kupave. Edhe normalisht për mua ka qenë tepër një vit i suksesshëm, më i suksesshëm për gjatë gjithë karrierës tam. Mendoj që performanca e vitit kalum ka qenë shkaku kryesor, domethënë faktori kryesor që më ka bërë mua me bë transferin internacional për këtë sezon në Bullgari, edhe pse ka qenë shumë afatshkurtër pasi që e ka marrë një ofertë që s'ka mujt me refuzu në Mongoli, edhe është dashur me ndryshu. Pse vendose pikërisht Bullgarin? Pse ishte ky destinacion pavarësisht që mënyra e prezantimit, promovimit në përve faqe në rrjetet sociale ka qenë shumë interesante, ka qenë pak a shumë e papritur. Po në Bullgari, pasi që puna për transferin në Bullgari mu ka lidh bashkë me një përforcim nga Ukraina që kemi pas vitin e kalum në klubin e volejbollit Ferizaj, edhe ai veç se pat vendos para se me përfundu sezona në Ferizaj, veç se pat vendos me shku në ekipin Dunav Rusë në Bullgari, edhe më pat thonë që te klubi ka me lobu për me marrë edhe mu, pasi që e kem një shoqëri shumë të mirë me ta, edhe më ka besu mu për me pas në ekip. Edhe unë e kum parë si një shansë shumë të mirë, pasi që në Bullgari dihet se është një prej venave me volejbollin më të zhvilluar në botë. Për shembull, në kompeticionin e kalum që është marrë në Filipine, kanë shkuar në finale kundër Italisë në botror, edhe kanë zonë vendin e dytë, edhe është një ligë një prej më të mirave në Evropë është, edhe unë e kum pa si shansë shumë të mirë për me u ngrit profesionalisht për mua. Para se mi në studio kem të diskutu. Në përmendet që infrastruktura atje është në krahasim me Kosovë si nota me ditë, kam fjallin që ma mirë në Kosovë sa atje infrastruktura. Po, absolutisht të unis prej qytetit ku unë kam qenë, do me thonë sallën cilën kem stërvit na, po kem lujt edhe lojra miqësore me ekipet e tjera. Ka qenë një njëjti format, nështë dy klube i kanë sallat më të mira, sesa në Kosovë, pjesa tjetër i kanë sallat më të vogla, më të këqija, më të parregullume. Unë mendoj se na i kem kushtet më të mira për punë edhe për lojë, po ndryshimi në nivel, kjo është një temë tjetër, mas nej pse ata janë shumë më nalë se sa ne. Pse po të pës? Mendoj që është puna profesionale që bëhet, edhe së pari është përgatitja profesionale që e kanë trajnerët, e mas nej atë dijeni që e kanë edhe atë eksperiencë që e transmetojnë të lejtarët e gjeneratat e ndryshme dhe të ekipet e seniorëve. Me të vërtet punohet në mënyrë profesionale, edhe pse infrastrukturën e kanë më të dobët se ne për sport, në këtë rast sallat, kushtimisht. Kjo është do me thonë ajo serioziteti që e kanë punë, edhe profesionalizmi, edhe përgatitja që e kanë. A është mungesa trajnerëve në Kosovë për gjeneratat e reja? Unë mendoj se po, pasi që nëse e marrë një pasqyrë të volejbollit në Kosovë, edhe më herët edhe tash ka mungesë të gjeneratave të reja për mendim tam, edhe kjo pasqyrohet mas nej edhe të ekipet e seniorëve. Po është pasqyruar edhe me ligjin që e ka ndërmarrë federata jonë si vjet për me pas të drejtë 3 përforcime me i pas informacion fush, dhe po ashtu në bashkëpunim me Federatën e Shqipërisë e kanë bë edhe një lejtar i Shqipërisë me qenë më numëru si vendor, jo si përforcim. Okay. Edhe tash nëse një ekip i ka
3 përforcime të huaja në fush, plus një lojtar për Ligës së Shqipërisë, atëherë mbeten vetëm 2 vende për lojtarët vendor, domethënë të Kosovës. Pse u bë kjo? Unë po mendoj se është bë me rrit konkurrencën, me rrit nivelin, po tash pse mos me rrit nivelin me lojtarët të Kosovës? Mos me rrit nivelin me lojtarët të Kosovës se nuk ka, për mendim tim, nuk ka kualitet. Po kualiteti vjen me punë, me përgatitje. Mendoj se mas mirë është me fillu prej moshave të reja, secili ekip me ndjek një politikë që me pas lojtar non-stop të prodhu e të inkuadru në ekip të seniorëve. Gjatë diskutimit e përmendëm diçka një sport nacional në Kosovë nuk ushtoj se që ka. Përmendëm pak shumë sportin judos, po judo krejt fokusi kryesor është në qendrën nacionale të judos në Pej. Plasim për ekipet e tjera të judos në për rretharat Kosovës është pak sa vështirë. Pra niveli është pak sa më i dobët. Në shohim në Bullgari, shohim në Romani në sportet e krejtësisht e tjera, shohim që në Bullgari pra volejbolli merret si sport nacional. Shohim në Romani që sporti nacional është sporti i handbollit. Pra pavarësisht që gjitha investimet e marrë shkojnë në futboll, por kur e kemi tek ne futbollin, përmendmi që kemi ekipe me organizime ndër më të mirat, por në rast se shohim tek pjesa e akademive apo ndryshe shkollave të tyre se akademi në Kosovë nuk është e ka. Niveli se sapo ngrit lojtarët vendor është 0. Pse tek ne nuk ka sport nacional? Po nuk e di Besmir. Unë çka muj me fol është për sportin cilin e luaj vet, për sportin e volejbollit. Pse sporti i volejbollit në Kosovë? Unë thjesht mendoj se është puna të gjeneratat e reja edhe nuk punohet mjaftueshëm me ta. Edhe nëse punohet, mendoj që nuk punohet me një rrugë e cila bën kualitetin edhe bën përgatitjen profesionale. Kjo është ajo, domethënë thelbi. Tash mendoj se para disa viteve ka qenë e vështirë. Okej, nuk ka pas shumë investime, nuk ka pas shumë buxhet dhe financa për me u përkushtu. Unë mendoj se ligji i sponsorizimit i ka kfill shumë edhe ja ka dhënë një shtys të madhe klubeve nëpër Kosovë, edhe mendoj se gjithat e kanë një hapësirë dhe kanë një buxhet për me ja kushtu edhe gjeneratave të reja. Pse nuk po e bëjmë, ky mendoj se është faji te klubet, te trajnerët. Këtu mendoj se është, domethënë, faji kryesor, se nuk po punohet. Mos puna është ajo e cila nuk po prodhoi Adriatika më shumë ose Adriatika ose lojtarët e tjerë, domethënë. Ti ke po du me kalu nga Bullgaria shkove në Mongoli. Çka tërë kjo befazi nga këto atje? Po, unë thash edhe më herët që e ku marr ashtu rastësisht një ofertë cilën nuk u mujt me refuzu, pasi që pagesa ka qenë dukshëm ma e mirë se për ato që ka unë kom në nënshkru në Bullgari. Klubi në Bullgari e ka, do me thonë, e ka mirë prit këtë lajmë që unë më shkput, pasi që ka ndesh më u tregu shumë profesionale dhe nuk ka ndesh mu me ma hup këtë shancë për një pagesë shumë, e cila ka qenë dallimi shumë më i madh. Realisht unë e kom ditë që niveli profesional nuk ka me qenë njëjtë, nështë shumë ma i ullë se sa në Bullgari, por ka njëherë shifrat janë ato që e bojnë të vetën, edhe nuk ku mujt me i thonë jo kësaj oferte. Mongoli, mujt me thonë se ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë. Unë në një për ligave aziatike, unë kam qenë edhe më herët, kam qenë në Tajland, edhe paka shumë e kom ditë që kam pret atje, mënyra organizimit, mënyra që shihen sportistat, fonsat, i gjithë, do me thonë, i gjithë ambienti e kom ditë që kam pret, edhe është një send cilin unë e kom bo me shumë qef. Po veç, e koha, Tajland, Mongoli. Po, shumë ndryshimi malë. Tepër ndryshimi malë. Unë tregova që deri minus 43 gradë. Po, deri minus 43 gradë. Unë, do me thonë, në karo me përjetu ato, dhe është me të vërtet është të mërshme, po organizimi i gorave në arenat ku kem lujt ka qenë i nivelit shumë të nalt, unë edhe me shokët e mi kur jam këthy, po edhe kur kam qenë atje, dhe më thonë kanë thonë, wow, qëfar organizimi, qëfar publike, qëfar sale, qëfar arene, dhe më thonë gjithë shka ka qenë nivel, po unë e menej që në Mongoli ma shumë
bëhet ajo për show se kualitet ka ma pak. Unë mendoj se është i njëjti nivel me të Kosovës, vetëm se rregullimi i arenës edhe organizimi edhe loja, domethënë kamera e gjithçka është ajo që e bën vetëm për me u duk mirë. Promovimi është shumë i jashtëzakonshëm. Normal, edhe kushtet financiare janë absolutisht e bojnë vetë. A është ndryshim shumë i madh edhe në krahasim me Evropën sa i përket kushteve financiare? Po, në shumë liga aziatike shkojnë lojtarët edhe e vetmi arsye pse shkojnë është shkaku i pagesës. Në shumicën e ligave aziatike ki drejt me pas formacion vetëm një lojtar të huaj, eventualisht 2, domethënë Mongoli ka qenë me 2 të huaj në formacion, ekipin ton kemi qenë 4 përvërcime, po 2 kemi lujt non-stop varet për ndryshime që ka dashur me i bë trajneri. Po, domethënë shumica e lojtarëve shkojnë vetëm për faktorin financiar. Është interesante që edhe liga është shumë ma e shkurt, po domethënë ka qenë liga 3 muaj e gjys, ashtu ka zgjat si vjet edhe vitet e kaluame. Kam dëgjuar që për vitin tjetër kanë me zgjat ligën me bë afatin 6 muajor, 7 muajor sikur shumica e ligave europiane. Po edhe këtë vit ka qenë kështu domethënë 3 muaj e gjys. Ka qenë shumë intenzive, pasi që 2 lojë patjetër një javë ke pas me lujt, ka një herë edhe 3 lojë një javë, po, që ashtu domethënë ke pas një ditë pushim, një ditë lojë, ka herë zbike me majt as trening veç. Domethënë ka qenë qaq intenzive shkak ndoshta edhe puna e kohës. Nuk e di, unë mendoj që ashtu stilin e kanë ata, pasi që ata tentojnë me marrë lojtar shumë kualitativ edhe me nxon afatin e transfereve internacionale që është deri me 31 janar. Edhe për atë arsye dojnë me bë atë show-in e vet, prapë po them, kanë shef. Po, çashtu me bë. Edhe masnej që me përfundu ligën para 31 janarit, që lojtarët masnej me pas të mundshme me shku edhe në për liga tjera. E përmend organizimi ka qenë nivel krejtësisht tjetër, po du më ndalë tek pjesa e këtij organizimi deri tek nga zhveshtoria deri tek hyrja brenda palestrës, sepse përmendet që palestrat janë nivelit krejtësisht më ndryshe, thujse në nivel lig kampionëve me llogari. Po, definitivisht po. Unë mendoj se ata buxhetin për sport e kanë shumë të lartë, edhe kjo ja mundson liga komplet, domethënë Federata e Volejbollit i ka pas të rezervuar për 3 muaj ose 4 muaj arenat, në cilat aty nuk mohon vetëm evenimente sportive, po edhe artistike dhe show të ndryshëm, po për këta 3 muaj, 4 muaj, arenat janë konë vetëm për volejboll. Terreni ka qenë i shtrum vetëm për volejboll, dritat, ndriçimi, domethënë gjithçka ka qenë vetëm për volejboll, edhe temperatura non-stop konstant pranë në sol, gjithçka në rregull, ndriçimi perfekt, kamerat, sistemi. Në futboll i thojnë VAR system, volejboll i thojnë challenge system, janë kamerat shumë të shtrajta që kanë saktësi milimetrike dhe në repeat, domethënë ti e shet topin nëse ka prek pak vjen ose se ka prek, po këto janë shumë të kushtueshme. Po ata kanë këtë mundësi edhe për mua prapë them ka qenë kënaqësi me qenë me një ambient të tillë edhe me lujt. E ke ndi pak a shumë veten në niveli krejtësisht tjetër. Po, me një nivel krejtësisht tjetër. Unë edhe në gara ndërkombëtare kam marrë pjesë pikërisht me ekipin e Ferizajit, kemi qenë në Ankara për Ballkan Cup, edhe kemi lujt me një prej 4 arenave në Turqi që janë edhe volley hoteli, ju thonë në Turqi. Edhe solla ka qenë perfekte. Kemi lujt edhe me reprezentacion edhe në Estoni, edhe këtë verë që shkojnë në Latvi, gjithçka ka qenë perfekt. Po mendoj se organizimi në Mongoli ja ka të kaluar edhe këtyne. Aq mirë ka qenë. Kthimi në Kosovë. Unë para se me përfundu në Mongoli, vetë se i kom pas 4 mundësi tjera, 4 oferta për liga tjera. Që mund është mi përmend? Po, një prej tyne ka qenë me shku në Tajland, një prej tyne ka qenë me shku në Libi, një në Lebanon edhe një në Çeki. Po, eksperienca jam në Mongoli ka qenë shumë e lodhshme për shkak të intensitetit, edhe ndoshta edhe kushtet atmosferike, jeta që e kam bërë atje për gjatë kësaj periudhe më ka lodhur shumë,
Edhe vendosa me ja bo një recover vetit, më kthy prapë në Kosovë, më ka marrë malli, më kthy edhe tasha diçka, tash du më kthy në Kosovë me lujt. E bone një rifreskim e njëherë brenda ligës, qitë ferizoj me të parë. Po, unë kur jam kthy, ka qenë fillimi i shkurtit, edhe data saktë kujtohet, po dita ka qenë ajtë në mbrëmje. Pranë të mbrëmje më është dosh me dojnë në trening, edhe dillën këm pas loj, deri në atë ndeshje ka qenë Peja në vend parë me 2 pike përsi, nëse s'gaboj Ferizoj në vendin e dytë. Nëse i fitojshim na dilshim vend parë me 1 pike përsi, ashtu ndodhi dillën mbrëmje fitum 0-3 dhe dolëm në vend parë, edhe po vazhdojmë kështu, domethënë jem në ritëm të mirë momentalisht të ndeshjeve, gjithaj kemi fitore edhe mendoj se do të shkoj kështu deri në fund. Objektivi pra me skuadrën e Ferizojt, po ashtu edhe objektivi i vet Adriatikut, cili është këtë edicion? Këtë edicion së pari na jem kualifiku me ekipin e Ferizojt për Final Four të Kupës të Kosovës, që do të mohet me 4 dhe 5 prill në sallën 18 në Prishtinë. Jemi në gjysmëfinale kundër klubit Ferizojas, po ashtu klubit volejbollit Ljuboteni, edhe finala do të luhet me fituesin mes neve Ljubotenit dhe në anën tjetër janë Peja dhe Drita. Tash objektivi është gjithçysh me fitu këtë kup, këtë trofe, po ashtu edhe mas ne është edhe play-offi edhe me u bë edhe kampion. Domethënë këto 2 trofe që kanë me, objektivi jam edhe i klubit është për me i fitu. Do të më theksu se klubi i volejbollit Ferizaj këtë vit vetë se ka marrë një trofe. Është majtë në Kosovë Kupa e Pavarësisë për 28 nëntor, Ferizaj e ka fitu. Edhe njëri hakmarrje. Po e ka shtu një trajneror vetë një kupë cilën nuk e ka pasu, nuk kam qenë prezent, po shumë mirë që e kanë fitu, unë shpresoj edhe besoj që kemi fitu edhe të 2 trofej që kanë me. Kjo është objektivi jam për këtë vit, domethënë për këtë vit sportiv, për këtë sezon. Pastaj, me njëherë pas fillimit ligës, mendoj se do ta kemi kompin stërvitor me reprezentacionin e Kosovës, sepse me 4 dhe 5 qershor kemi gara ndërkombëtare në Riga në Latvi, pastaj vikendin e 2 qershorit e kemi në Tallinn në Estoni, edhe vikendi i 3 i qershorit do të mohet grupin në Kosovë, me asa e di unë, por nëse ka në ndryshim mundën ose në Maqedoni ose në Izrael, pasi që këto janë shtetet pjesëmarrësit këtij grupi. Edhe së fundmi bordi i federatës ka ndërmarrë vendim që ekipin e seniorëve të meshkujve me na çu nga 23 gushti deri me 3 shtator në gara mesdhetare në Itali. Po, në lurat mesdhetare në Itali. A beson ose sepse i përmendi ke arrit thjesht të gjitha, me fitu gjitha me ekipet që ka rritur në Kosovë, po ashtu dhe ke pasur eksperiencë nga më të ndryshmet në arenën ndërkombëtare. Ajo që po të mungon është kualifikimi i Kosovës në kampionat evropian ose botëror. Beson që kemi arrit këto? E kom pyet edhe Gazmend Husin kur e kom pas pranisht. Unë mendoj se ndoshta edhe këtë vit jo, por gjithsesi deri në përfundim të karrierës tam unë do ta kem një moment tillë, edhe shpresoj edhe shumë besoj duke u bazu se volejbolli i Kosovës është në ngritje e sipër. Po ashtu me marrë parasysh që në kompeticionet e kaluame Kosova nuk ka arrit, po thuaj se as lojë fort me bë kundër ekipeve internacionale, kundër reprezentacioneve tjera. Këtë verë që shkoj, na ja kem marrë një set Latvis në Riga, domethënë vend vetin, ka qenë organizimi pa parë, lojë shumë e mirë, edhe kem tregu shumë lojë të mirë. Mendoj se këtë vit do ta kemi ekipin hala më të mirë, edhe pak se është bën një ndërrim i gjeneratës për vitit kaluam, edhe shumë mirë që është bën. Mendoj se si vetë veç do të shkojmë të komponu, edhe se di, unë mendoj se Latvin do ta mposhtim këtë vit, nuk e di. Shpresoj ashtu, ndoshta edhe Maqedonin. Kemi shanca, absolutisht kemi shanca, kemi kualitet, e kemi një trajner të mirë, një staf të mirë, edhe federata po investon neve, domethënë kjo është viti i tretë që ne marrim pjesë në gara ndërkombëtare, edhe vetë se po ja marrim dorën kësaj pune, se me të vërtetë eksperjenca në gara të tilla është shumë e nevojshme,
mendoj se e kem fituar një pjekuri veç se na metet me punu, me shpresu edhe gjithçysh me arrit sukses. Adriatik Berisha, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte kënaqësi.